Përshëndetje të dashur binjakë, do bëjmë një mesazh për ju apo duke përzierë letrat kam pyetur në këtë mënyrë, çfarë është e vërteta e binjakëve? Apo cilën vërtet duhet ta dini, të dashur binjakë, kemi rebelin, no? Apo revolucionarin, ta them kështu. Kjo letër është apo përfaqëson një person që ka thyer zinxhirin e autoritetit, besimeve ndoshta të trashëguara dhe kufizimeve të imponuara. Ky nuk është rebel për shkak të rebelimit, të dashur binjaka, apo ju nuk jeni të tillë, por rebelim sepse nuk pranon të jetoni të vërtetën e dikujt tjetër, apo mënyrës se siç duan ata. Ky person mban pishtarin e vet në dorë, që në këtë rastin ju, ka thyer zinxhir dhe është ngritur mbi çdo sistem që ka shtypur, që është shtypur, të besimit, kulturës, traditës apo çfarëdo që të jetë. Kjo letër nuk kërkon të kontrollojë të tjerët, absolutisht, por të jetojë me autenticitetin e tij. Ai nuk është friksuar nga vetmia, që të është vetëm dhe të kërkojë diçka në diçka që beson. Refuzimi, siç thash, nuk është i friksuar nga vetmia, refuzimi apo gjykimi, sepse liria e shpirtit të tij është më e rëndësishme se çdo aprovim. Nuk duhet të jeni peng i rregullave, kulturës, traditës, jo në këtë rast, Kemi tradita jashtëmanse të bukura, kemi kulturë jashtëmanse të bukur, por kemi edhe ca gjëra që vërtet duhet shërënjosur dhe kjo nuk duhet të mbahet peng si kultura apo traditë. Çfarëdo që të jetë, siç thashë, nuk jeni më peng i rregullave të vjetra, pritshmërive të tjerëve apo zërit kritik brenda jush të dashur binjak. Kjo letër të fton të ngrihesh me gjithë zërin, zjarrin dhe guximin tënd. Njerëzit mund të kuptojnë, të mos më të kuptojnë tani, por shpirti yt po thërret për një qlirim të fortë e të plotë. Je duke hyrë në një fazë ku duhet të udhëheqësh veten, jo të ndjekësh rrugën që të është dhënë nga dikush tjetër, por ta krijosh vetë.